zaferisha unë me Gjodin. Çika e Kristit ti. Jo, unë nuk jam e Kristit. Unë jam fotokopje e Kristit. Fotokopje. Kurse ti nuk je fotokopje e Mirit. Po ne fotokopje ti thjesht je në tutelën dhe mbrojtjen e Mirit. Dhe me fotokopje të çunit. Ajo Selin, mos u bë fotokopje shëmtuar. Mos u bë fotokopje, karikoj bojën, bë fotokopje e pastër. Mbro bojën. Absolutisht. Këtë fjalën e shëmtuar e ke në majgjues ti. Mos u bë kopje shëmtuar. Bësh një kopje. E ke në majgjues, e ke vënë re, s'ka përmendur asnjëherë. Fotokopje shëmtuar, e ke në majgjues. Mos ofendos Selin, sepse nuk kam hapur kurrë tem, sepse mënyra se si ti ke ofenduar, s'ka ofenduar asnjëri tjetër. Ke ofenduar atë natë aty, s'kam ofenduar në asnjë moment. Ke thënë fjalë, jo, se sa shikoje vetëm në pasqyrë, sepse je shumë e shëmtuar, pastaj the në shpirt. Nëse do të rri. Dhe më the ty nuk të njeh asnjë nga gocat. Ty nuk të njeh asnjë nga gocat. Dhe thash, nëse asnjë nga gocat më njeh, gati të ç'është shpirti ka mund. E para. E dyta, ti thua magjistare. Provoj po, magjistare i bie çika sepse na tregon energjinë. I bie çika dhe Armela magjistare dhe ti që ke binjakët këtu, tatuazhi magjistare. Unë merr me astrologji e dashur. Ti isha magjistare, unë ty të kisha kthyer ndoshta në një bretkos. Ti ndjen vetëm magjistare? Për shembull, të kisha kthyer në një bretkos. A ndjen vetëm magjistare? E pra, magjistare edhe ti. A ndjen vetëm magjistare? Hajde moj ti. Jo, e ndjej vetëm të ofenduar. E ndjej vetëm të ofenduar. Meqense ti nuk ofendon asnjëherë, e ke në majgjues. Atëherë po, dakor. Për faktin që të kam thënë shëmtuar në shpirt, për ty po tërhiqem. Çka kam parë deri në atë ditë. Deri në atë ditë.